Shëndetje të dashur nxënës dhe mirë se po takohemi në orën e gjuhës shqipe. Njësia për ditën e sotme është teksti i shkurtër Malli i Dheut të autorit Faik Konica. Atëherë le të fillojmë. Në fillim do të flasim pak për biografinë e autorit, në këtë rast të autorit Faik Konicës. Faik Konica lindi në Konicë në vitin 1875. Mësimet e para i mori në vendlindje dhe më pas u shkollua në shkollat franceze në lindje, në Stamboll dhe në Paris. U diplomua për letërsi në Universitetin e Harvardit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Faik Konica ka zhvilluar veprimtari kulturore e atdhetare. Ai botoi revistën Albania, drejtoi gazetën Dielli, themeloi shoqërinë Vatra. Përveç kësaj, autorin e fjalë mori pjesë edhe në jetën politike shqiptare, andaj disa vite ishte ambasador i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i përket letërsisë, Faik Konica ishte i veçantë dhe si vlerat pamohueshme të tij mbeten veprat 4 pralla nga Zullulandi, Doktor Gjelpëra, Shqipëria si mu duk e të tjera. Faik Konica ishte studiues i historisë kombëtare, botues, publicist dhe diplomat shqiptar. Ai ishte një eseist i shkëlqyer, stilist, themelues i kritikës letrare shqiptare, poliglot e të tjera. Faik Konica mësoi gjithnjë. Ai vetë thoshte se ishte një student i përjetshëm, prandaj Konica solli një model të ri në mendësinë shqiptare. Vdes në Washington në vitin 1942. Sot do të flasim për një tekst të shkurtër të këtij autori dhe teksti quhet Malli i Dheut. Lexojmë paragrafin e parë. Kur vete njeriu i lirë i vetëm, larg Dheut, viset e reja, ndryshimi i zakoneve, ëmbëlsia e udhëtimit, e 1000 gjëra që vihen re ndër të huaj, të gjitha këto ta përgëzojnë zemrën e të bëjnë jo ta harrosh Shqipërinë, po të mos vej tek ajo aq dendur mendja. Së pari titulli i tekstit Malli i Dheut përbëhet nga një kompozit e formuar nga theksimi i mallit, që është atribut për ndjenjen, dhe Dheut, që është atribut për vendin ku kanë jetuar të parët dhe ku jetojmë edhe ne. Në paragrafin e parë në këtë tekst shohim se si ndjehet shpirti mërgjimtarit në momentet e para të ballafaqimit me vendin e huaj. Pra këtu Konica ka shpërlosur ndjenjen e fuqishme të një të larguari nga Dheu. Fillimi i tekstit lë vend për interpretime të ndryshme. Këtu autori sikur zbulon vetë ndjenjen e çlirimit, sepse ka aq gjëra jo për t'u lavdëruar, siç janë zakonet prapanike. Theksohen pra ato 1000 gjëra që vihen re ndër të huaj, të cilat edhe i mungojnë Shqipërisë sa asaj kohe, dhe e bëjnë, siç thot autori, të mos vej aq dendur mendje te ajo. Vazhdojmë me paragrafin e radhës. Me tutje, si ngopën sytë së pari ndryshime, gazi shuhet pak nga pak. Zisht të mungon, zisht të duhet. Një hije trishtimi të mbulon ftyrën, e pikë së pari, her, pastaj më dendur dhe më në fund, shpesh, po thuaj kur do e ku do. Kujtimi i prindërve, i miqve dhe i shokëve, kujtimi i Dheut ku lindëm o rritëm, ku qajtëm foshnja ku losëm djelm, kujtimi atyre maleve, larg së cilëve nuk rëndot mirë një shqiptar. Kujtimi i kombit që me gjithsa të liga që ka, është kombi jonë, e më tepër, kujtimi e dëshira e etja e gjuhës son, ta shtëngojnë e ta dërmojnë me të vërtet zemrën. Në këtë rishta pasues fillon të përdoret ai diskursi klasik i mërgjimtarit, duke rrëfyer mbi mungesat që shpirti i njeriu fillon të ndjen larg Dheut. Përmenden mungesat që dhembin, duke filluar prej kujtimit të prindërve, miqve, moshës dhe ditëve më të lumtura të fëmirisë, atyre shenjave identifikuese gjeografike kombëtare, për shembull maleve dhe figurat që lidhen me to. Vazhdojmë me paragrafin e radhës. Ah, malli i Shqipërisë, malli i Dheut të dashur, i shëntëm,
Mall dhe dashuri e shëntme. Kush është ai shqiptar që se ka pasur në dhe të huaj? Duhet të jesh jashtë Shqipërisë e të jesh larg për të kuptuar se që forcë e që bukurit të ëmbël ka përveç kjo fjalë, Shqipëri. Prej fillimit këtij paragrafi, vrem që fillon shfaqja e kuptimeve të dyta semantike të fjalive. Dallohen këtu shenjat autobiografike të cilat theksohen në tekst. Duket sikur tani autori flet për veten e tij, duke shpalosur ndjenjat përmes pasthirmave. Përveç asaj përdor edhe fjalë plot të emocion. Autori shprehet në mënyrë të thjeshtë pikërisht ashtu siç është ndjerë. Përveç kësaj, në këtë pjesë vren edhe dëshirat e tij, madje shfaqen edhe idetë patriotike kombëtare. Me një fjalë, në këtë paragraf më shumë se çdo kund tjetër ndjehet shpërthimi i ndjenjave të thella të autorit. Paragrafi i fundit. Ajo më e zbrazura letër, ajo fjala më e vogël na sjell kur vjen nga Shqipëria një gaz të parëfyeshëm, na sjell një copë ta dheut. Nga leximi i këtij teksti zbulohet ai poeti i ndjeshëm i dashurisë për atë dheun, për njeriun e mirë dhe natyrën shqiptare. Sipas autorit, nëse je larg vendlindjes, mallin për atë dheun ke për ta ndjerë edhe më shumë. Përmes këtij teksti, Konica pasqyron tërthoras dhe gjendjen shpirtërore të tij të rrëfyer përmes mërgëmtarit i cili sheh nën thjesht të mira dhe të këqija të shoqërisë së asaj kohe. Vret dhe prania e frymës satirike, të asaj prapambetjes e ignorancës, që aq shumë e trajtoi Konica në veprat e tij. Duhet theksuar që tekstin Malli i Adheut autori e shkroi në moshën 24 vjeçare dhe botoi në revistën apo në gazetën Albania. Ky tekst është cilësuar herë si prozë poetike, herë si ese, nganjëherë edhe si poezi. Teksti Malli i Adheut shquhet për nga gjuha e pastër dhe plot ndjenja muzikalitet. Andaj Konica mbetet si nga njerëzit më të ditur në kulturën shqiptare të shekullit. Në vazhdim të dashur nxënës, kemi një thënie për Konicën. Po e lexojmë. Pak kush e ka dashur Shqipërinë si faj Konica? Pak kush e ka derdhur dashurinë, vlerësimin, dhimbjen dhe dufin si ai mbi shqiptar? Ai ka pranuar të gjitha mbi vete, edhe heshtjen, edhe shpërfilljen, edhe urrejtjen në të gjallën të vdekur, po kur nuk rreshti së qenur i kritik i vërtet e jashpër me atë çka edhe sot përëndon mbi shqiptarët. Pastaj kemi një thënie shumë të njohur nga faj Konica. Nëse jemi të bashkuar, e pamundura bëhet e mundur, por nëse jemi të ndarë, e mundura bëhet e pamundur. Të dashur nxënës, në fund keni detyrë shtëpie. Në librin e leximit, leximi letrar 7, i keni pyetjet faqe 8. Të dashur nxënës, uroj ta keni kuptuar njësinë misimore. Mirëmbëjtje.